Nëse ata e kanë në mendje dhe duan ta anatemojnë zonjën Grëvalla, ky është problem tjetër. Unë ditë them nuk e njoh dhe s'kam asnjë lidhje me zonjën Grëvalla, njoh historinë familjare të saj, ti kam lexuar dhe më kanë informuar edhe njerëz të cilët kanë njohur baban e saj që ka qenë një shqiptar shumë i mirë, ka qenë një shqiptar i cili ka nisur betejën ndaj regjimit jugoslav, serb, shovinist, po ta themi. Shumë kohë më përpara se të dilte Rama, Thaçi dhe Theli me shok, dhe kjo nuk është gjë tjetër veçse se kjo sjellje e Tiranës ndaj zonjës Grëvalla nuk është gjë tjetër veçse çon ujin tek mulliri, nëse do të përdorim gjuhën popullore, tek mulliri i Serbisë. Unë nuk kam asnjë dyshim që partia e zotit Rama, si një parti 85 vjeçare, është ideuar, lindur dhe rritur madje krijuar nga serbët, dhe është krijuar pikërisht për të përçarë shqiptarët dhe për të përçarë shqiptarët jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë. Dhe kështu që unë nuk më çudit fare një artikulim që mund të ketë lidhur me zonjën Grëvalla si për ta shpallur non grata. Rama dhe Vučići tashmë kanë dalë zbuluar, nuk kanë më asnjë dyshim që ata janë të dy si vëllezër siamez, është ajo shprehje e famshme, dhe kjo s'ka më jo të shqiptarët, por edhe të ndërkombëtarët e kanë kuptuar që zoti Rama dhe Vučić kanë të përbashkët shumë gjëra, tash autokracinë, kanë të përbashkët korrupsioni, kanë të përbashkët kapjen e drejtësisë, kanë përbashkët me shtetit autoritar, por nuk besoj se Europa dhe liderët europian, të cilët zgjidhen nga popujt e tyre që janë popull që votojnë të lirë dhe votojnë pa kushte dhe votojnë nuk e shesin votën, që të bien pre e këtyre kërkesave. Padyshim që zoti Rama prodhon skandale ose hap një debat për të mbuluar një skandal, sepse ju e dini që Shqipëria sot është një nga vendet më të korruptuara jo vetëm të Ballkanit, por edhe të Europës, edhe madje besoj se hyn tek vendet e Afrikës, të cilët ju e pat edhe në statistikat e fundit që dolën, ku Shqipëria bëte pjesë tek vendet e Afrikës, për sa i përket qoftë nivelit të korrupsionit, të drejtësisë e kështu me radhë. Prandaj që ne duhet të kuptojmë që përpjekjet e zotit Rama, sepse do t'u themi qytetarëve tanë, që përpjekjet e zotit Rama për ta paraqitur veten e tij, qeverinë e tij, institucionet që ai ka ndërtuar vetë, institucionet të cilat nuk janë të korruptuara, kjo tashmë nuk ka më asnjë, nuk mund të shkojë më, nuk mund të shitet më tek europianët. Prandaj them që zonja Kos më në fund e ndikuar apo e trysnuar nga bashkimi nga vetë Bashkimi Evropian në lidrët e tyre, po pranon dhe po thot një realitet që është i hidhur për shqiptarët, por fundja edhe ilaçi është i hidhur, po kur e pi ai të shëron. Dhe padyshim që ne sot po kuptojmë dhe po dëgjojmë dhe po shikojmë që si zonja Kos e ka renditur Shqipërinë edhe popullit shqiptar, po ndeshët në popull që pranon korrupsionin, dhe kjo tashmë nuk ka më pra ky fjalor, por dhe ky mendim, sepse ajo nuk ka mendimin e saj, po ka mendimin padyshim të gjithë Komisionit Evropian, që shqiptarët nuk shkëputen dot nga korrupsioni dhe kanë kthyer korrupsionin në një institucion dhe një fenomen, pra është sot korrupsioni është i përhapur në çdo qelizë të jo vetëm të institucioneve, por edhe të shoqërisë shqiptare. Pra është kthyer në një mentalitet të cilën nuk mundet t'ia mohojmë qeverisjes së zotit Rama dhe vetë kryeministrit zotit Rama. Dhe padyshim që të gjitha këmbanat e alarmit që bien për zotin Rama, padyshim ai nuk mban asnjë lloj përgjegjësie, sepse nuk ka mbajtur përgjegjësi, qoftë morale, qoftë politike apo ligjore, por këto të gjitha, këto pengesa, këto probleme që hap Europa rëndojnë mbi ne shqiptarët, të cilët fatkeqësisht dashkemi të mbetemi jashtë portës së Europës, kur Mali Zi nisi këtë rrugtim më pas nga ne, avancoj më përpara dhe tashmë është gati për të hyrë, për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Prandaj që zoti Rama prodhon skandale
për të mbuluar skandale, prodhon lajme për mbuluar skandale, por unë mendoj se tashmë nuk ka më asnjë edhe qytetarët e kanë kuptuar, edhe europianët madje e kanë kuptuar dhe nuk përbën më asnjë lloj lajmi. Po, madje gjermanët kanë qenë më të drejtë për drejtë në këtë aspekt, duke kërkuar Edi Ramës që të mos mbrojë Ballukun, pasi kjo do të përbënte një moment kritik sa i përket procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ju si e keni parë dhe tashmë si e shikoni në vimësia, do të jenë gjermanët ata që mund të rrëzojnë në një farë mënyre Edi Ramën ose mund t'i tregojnë vendin sa i përket rezistencës që ai ka treguar në rastin e Ballukut? Ligo, ju do të kuptojmë diçka. Do t'ja themi publikut troç, nderuar. Edi Rama nuk mbron Ballukun. Edi Rama absolutisht se mbron Ballukun. Edi Rama mbron veten e vet. Balluku është një figurë, po Balluku është Rama. Pra nuk ekziston Balluk. Balluku është vetë Rama. Se pyetja lind, pse nuk mbrojti me kaq zell të madh dhe me kaq pathos, edhe me kaq pra të ditë kundër botës të për izvës kryeministrin zotin Arben Ahmetaj, që zoti Ahmetaj nuk ka lidhje fare me korrupsionin. Zoti Ahmetaj është marrë për akuza buka historira të natyrës që nuk shpërdorim detyre. Që nuk kishte korrupsion. Dhe zoti Rama nuk e mbrojti. Pse? Se kjo është pyetja që bëhet. Se nuk mbrojti të tjerët zoti Rama, po mbron vetëm zonjë Balluku, sepse zonja Balluku është vetë Edi Rama. Zonja Karçanaj është vetë zoti Rama. Pra kur është vetë ai, por me emra të tjerë, ai del e mbron në publik. Besoj se ju kujtohet dhe i ktheni dhe kronikat modeshëm. Çka ka thënë? Në mbledhje të asamblesë, në asamblenë e partisë. Ka thënë që ne nuk do bëhemi avokat dhe mburoj për asnjë politikan kur ne na kërkoj drejtësia. Apo jo? E ka thënë ai dhe eksponent tjerë të Partisë Socialiste. Ti japi përgjigje kësaj historie. Unë nuk po them që zoti Rama të reflektonte kur arrestuan kur rrëmbye presidenti. Nuk po them. Nuk po them që ai të reflektonte kur arrestuan zoti Berisha në një 10 muaj në arrest shtëpie. Nuk po flas për këtë se janë opozita ai urrend. Po flas pse zoti Rama nuk i qëndron atij standardi që ai ka vendosur vetëm. Unë nuk po them që zonjës që këta të gjithë janë të fajshëm. Sepse përderisa nuk janë të dënuar, padyshim që janë të pafajshëm. Por ne këtu flasim për standardi. Nuk themu që zonja Karçana ishte pafajshme, sepse nuk e vendos unë. Do vendoset me vendim të formës për gjykatës. Por ky individi i mbron sepse akshi, nuk e them unë thot zvendësi i tij, Arben Ahmetaj, është kopshti, është ai edeni i famshëm që i kryeministrin, ku kryeministri vjen atje te kopshti i tij, dardha, kumlla, moll dhe kështu me radhë. Dhe aty ka për gjithë qokat. Dhe te akshi ai ka marrë gjithë ato dhënat, atje ka marrë çdo gjë të jetës së përditshme të qytetarëve shqiptar, të bizneseve, pra ai aty ka për korrupsion, ka dhënë tendra në mënyrë kështu të hapur. Dhe e mbron ai këtë, sepse është vetë aty, është familja kryeministrore. Po flasim te zonja Balluku. Zonja Balluku për mua s'ka fajin, fajin nga Edi Rama, nuk ka për mua, nëse do isha unë avokat i saj, kisha shumë thjesht ta mbroj zonjën Balluku. Zonja Balluku është Edi Rama, Edi Rama ka dhënë urdhën, ka dërguar mesazhe telefonike, jepi filanit tenderin, filanit këtë, hiq atij, jepi atij. Është kryeministri aty më. Po ju e ditë çfarë bëhet sot presidenti zoti Meta para burgim. Sepse ka folur telefon, ka mesazhe bashortja atij me biznesmen, që ishte kur ishte deputet e bashortja. Të shihni ka zoti Meta me aktiviteti politik bashortes, ai dhe gjeti vetëm spaku e tij. Edhe ai porri para burgim ai, kuptohemi. Zoti Rama me mesazhet e tij dhe del palikur thot dhe në publik, po thot, unë i kam thënë thot, ja kam dhënë tender atij, tenderin këtij. E s'pa përgjegjësi. Të tjerë porrin në punë vetëm se janë njohës me persona të ndryshëm, pa dhënë tendera fare. Porrin me para burgim. Kaq, është shumë e thjeshtë. Prandaj them që zoti Rama nuk mundet të heq dorë nga mbrojtja e Ballukut, sepse ka heq dorë nga mbrojtja e vet.
Po ora balluku ka rënë Rama, ky është thelbi. Këtë duhet të tregojmë me qytetarët shqiptar. Po a them unë, zonja Balluku është e pafajshme, sepse zonja Balluku është e pafajshme, sepse të gjitha ato i ka bërë Edi Rama. Ajo është shkreta po ma përgjegjësi për Edi Ramën. Ka që shumë e thjesht pra. Ure, më kuptoni mua ju tani, në një vend me autokrasi, ku kryeministri di edhe brekët që veshin gratë dhe burrat e këtij vendi dhe nuk di ka që një ministri i tij do ka tendra X-it e Y-it. Kundërkohë këtu nuk futesh dot në punë, në një marrëdhënie pune me shtetin nuk futesh dot, po skalove në sitën e deputetëve të partisë të dreshim e të biri që kanë këta institucione. Nuk futesh dot. Po si u dhe ka tendera 50 milionë, 100 milionë euro, e nuk di ka kryeministri, ore, jenë tani, do na i thyrë inteligjencën e këta apo çata. Ja kjo është.